Vendi i Shqipërisë ka reaguar pas raportimeve për një sulm kibernetik ndaj sistemeve të tij informatike, duke konfirmuar se mbrëmjen e kaluar është konstatuar një akses i pa autorizuar në infrastrukturën e IT-së së institucionit. Sipas njoftimit zyrtar, incidenti është identifikuar rreth orës 21 gjatë monitorimit të sistemeve të brendshme. Gjatë verifikimeve teknikë është vënë re se një pjesë e informacionit në disa llogari përdoruesish të administratës është fshirë. Sipas vlerësimit paraprak të ekspertëve, dyshohet se bëhet fjalë për një sulm të sofistikuar kibernetik që ka pasur si objektiv fshirjen e të dhënave dhe cënimin e disa sistemeve të brendshme të institucionit. Megjithatë, kuvendi thekson se analizat e para tregojnë se infrastruktura kryesore e punës nuk është prekur. Faqja zyrtare e kuvendit dhe sistemet që mbështesin funksionimin e përditshëm të institucionit vijojnë të funksionojnë normalisht, ndërsa aktiviteti institucional nuk është ndërprerë. Pas konstatimit të incidentit, janë ndërmarrë menjëherë masa për izolimin e trafikut të dyshimt në rrjet dhe për neutralizimin e sulmit të mundshëm. Në të njëjtën kohë, ekipet teknike kanë nisur punën për rikuperimin e të dhënave të fshira nga llogaritë e përdoruesve të administratës. Për hetimin e plot incidentit është ngritur një skuadër e përbashkët teknike dhe hetimore. Kjo strukturë po punon për të analizuar mënyrën e realizimit të aksesit të pa autorizuar, për të identifikuar burimin e sulmit dhe për të rikthyer të dhënat e prekura nga incidenti. Në këtë proces, Kuvendi i Shqipërisë po bashkëpunon me institucionet përgjegjëse për sigurinë kibernetike në vend. Mes tyre janë Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Drejtoria për Hetimin e Krimit Kibernetik në Policinë e Shtetit dhe Komanda Kibernetike pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Paralelisht, sipas njoftimit zyrtar, mbështetje teknike është ofruar edhe nga partnerë ndërkombëtar. Autoritetet bëjnë të ditur se komunikimi me këta partnerë po vijon për të vlerësuar në mënyrë të plotë situatën dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm për forcimin e sigurisë së sistemeve.